Mirë se u gjetëm. Jemi sot këtu, në sheshin kryesor të Kavajës, me qytetin e lirisë dhe Rogozhinën qytetin e pesnikërisë. Jemi në një takim shumë të veçantë. Në të gjithë qarkun e Tiranës do të ketë 2 takime përmbyllëse dhe njëri prej tyre u vendos të jetë këtu në shenjë të respektit për këtë qytet, i cili është tregues se këtu, në këto anë, është krijuar qeta e parë e Pezës. Këtu ka filluar dhe lëvizja e parë për lirinë. Ndaj ne duam që rrugtimi i fitores son në datën 11 maj me mitingun më të madh kombëtar që do të jetë në kutinë e votimit. Duam ta fillojmë nga Kavaja jon. Nga Kavaja jon, e cila rri dhe vështron. Ajo e di shumë mirë që ne nuk jemi të përkryer, por numri 5 është ftesë, është ndjes, por është dhe besë për të ardhmen. Unë jam këtu me një shokun tim të vjetër, i cili gurin e Sizifit të shumë bresave politikan, tani po e qonë drejt majës për ta marrë dhe goditur dyën e derën e Bashkimit Evropian dhe për t'i thënë si shton Kavajësit, mbretëresh, hap në derën. Ka shumë kohë që të gjithë shqiptarët po kërkojnë pikërisht këtë moment. E humbëm njëra ta në 96-ën dhe pastaj ndodhen tragjedit njëra pas tjetrës. Po tragjedia më e madhe ishte vonesa e madhe historike që ne i dhëruam brezave tanë. Sot përballë është e njëjta vonesë që ju thot më bëni edhe një herë nuse. Përballë ti është maratonomaku ynë. Vota për të cilin dhe mandati për të cilin është stabiliteti, është paqja, është ardhmja sigurt e fëmijëve, të qohesh nesër në Kavaj, në Rogozhinë, në Vorë, në Kamës, në Tiranë dhe t'i thuash vetes që këtu nuk ka për të ndodhur gjë, sepse kam një kryeministër të cilin e kam votuar dhe i cili pas një jave me mandat të plot do të shkojë të ulet i barabartë midis të barabartëve me gjithë drejtuesit e Bashkimit Evropian, të cilët në mënyrë pa precedent kanë vendosur që mbledhjen e tyre ta mbajnë në Shqipëri. Ndaj, tani, më lejoni, në emrin tuaj dhe të gjithë shokëve të mi të skuadrës, të ftoj të marrë fjalën maratonomakun ton, kryeministrin e arshëm të Shqipërisë, Edi Ramën. Që së bashku të ja dalim për një qëllim sa shumë si